Vetëm një 2 kilometra larg Llazhanit gjendet fshati Borin. Borina i takon komunës së Krushevës. Ka rreth 100 shtëpi dhe afro 1000 banor. Borina rrjes rruku rrëzmalit dhe thellë merr frym ndër vite, ndër shekuj. Borinasit kryesisht merren me bujqësi. Kulturë kryesore e cila siguroi ndër vite ekzistencën e borinasve është duhani. Por tani edhe kjo kulturë industriale nuk është mjaftueshme për të siguruar ekzistencën, na thon borinasit. Andaj shumë familje morën rrugën e gurbetit nëpër shtetet e Evropës perëndimore dhe gjetkë. Shikojmë emisionet tuaja, por pak keni këngë me çifteli dhe sharki. Ata na kujtojnë Rrugovën, Malsinë e Madhe, Veriun. Ajo është jeta jonë, sharkia, na mbush me mall dhe vrerë. Para ca vjeç mirë jetojmë neve, ma qëtaj, neve shumë keq jetojmë, shumë zi jetojmë neve në këtë fshatin tonë, në gjithë fshatarët në këtë Pollaganin. Donin si mjetë në morën neve për pare, një për pare, taj paret nuk një apin, taj në apin kanë 1.500 miliard, tjerë që në kaur, mas di mështë 3 mujës. Me ata po në shumë trona, ne i kemi shumë trona, durin e këto socialne pomoshë, i kemi socialne shumë pensione shumë shtrejnëta, a soni mullojmë ne me dohonit, që për ne fshatarët të dohonit. Nafti jo ishto shtrejnë të keneve, gjë njëno shtrejnë të për e ne nuk kemi parë. Ju është shtrejnë? Ojnë, e ne nuk kemi zotit sot një fshatar me usmu nuk mundet në doktor të shkua. Kemi mjekë të shkua për me të pomosh për me kërkabë. Në pitisë në shkollën e mesme, e bujqësis, anë kom qoni punë somun, 6 vetë, mas 6 vetë që këmë kanë zerën si teknoloshke vishakën e ta jonë, momentalisht kom qonë pa punë, ta i kom qelu një dyqanën me azanimitim, me duhon, me grunin, e në sena e vonë majmë, a me shumë jetë e ronë të kemi. Nuk një pagun merë donin. Donin e merë pa pare. Sa u paguan? Po 4.000 dinarë në kilën e pagunën. Plus asaj në 4 miliard, a thomi, a në paret gjatë vakat nuk një epën, a ne nuk kemi pikus të nëresim gjallë, e në të shtohu, ma e laktarajmë, në që me Me zorë? Me zorët. A du të mbjellni prap duhanin ju? Po, nuk ka me që qitësën të punon qitër, se veçën dohën, kjo vend këto veç me dohën me grunë, qitër nuk ka, nuk prosperon qitër gjokë të këneve. Por afërsisht sa tona duhan zjere nga katundi juj? Po, ka 3.500 kg dohën qitër një familje. Po, ashtu, monopol kemi një kup punë të Kurshovës, në qitohë që është e punë. Punëtorët që për sezonë që kërë mlidhe dohoni, atë punësojnë ato të vetit njërës për ofësinit për komunës Krushevës. A për keni nuk kasë një të punësumën. Vetëm ka ne për Verenik. E një motë Borina, një motë qitër fshatën që shtu në rohen. Dhe më thonë ju vetëm e prodhoni duhanin dhe nuk e shfrytëzoni mirësitë e duhanit. Po, që shtu. Prej para disa vjetësh në Borinë erdhen edhe nga Bosna ose respektivisht nga Sanxhaku. Një nga ata jeni edhe ju. A mund na thoni se si u pranoi këmë edis juve, si jetoni këtu në Borinë? Po, ne bashkë jetojmë këtu me shqiptarët bosnjak edhe shatet të rrethut, ka në Maqedon. S'ka problem, jetojmë krejt bashkë, si punëtor, si fshatar, ka una e politikës ndërtash. Do me thonë hallet i kenit për bashkë këta? Kemi për bashkë krejt. Pletësejt thonë janë shprangull nga Sanxhaku që 54-53, janë këtu i letun, janë bosnjak. Shkollën e lartë pedagogike kam kri në manastir, grupin klasor, punoj këtu ishte 15 vjeç në gjuhën maqedonishte, gjuhën shqipe kam mësu këtu pi rrethi, këtu pi katonit, se kam let këtu, e ne sot e roj me shqiptarët, s'ka asnjë farë problemi, krejt si katunar, si popull, jetojmë, punojmë bashkë. Fëmija tonë është mëson të nërtash makedonisht. E ne vonë mësojnë taj në Shqip. E taj me shkolla Shqipe në isen shumë ronë jemi kikjev onë ato. Ne jemi pagës, nuk jemi të kënoqën pi komunës të Tetovës, pi komunës të Kërqovës. Slabo këj i roni tonë, fëmijën tonë, i primajsin, këto që i bitisin, të dobët, ama ne nuk kemi hiqë.
E në ato, u biseduaj, si opštajnost je to ostegosivare, të kërqovës, që zanë do shkuje, pi ke fëmija to në obaveznot primajtet se në kimi ish. Ne ke fshati to një mësos në kimi në gjuhën Shqipe. Kimi pi katonit cërlisht një mësos. Ki gjalli që kimi mësosin pi katonit tonë është pi mëson makedonisht. E ne nuk kimi sot, e nuk ka ku t'i shkrojmë mësollët tonë neve sot. Na shumë rronë jemi. Për skaj të gjitha vështirësive ekonomike, në Borin, arsimi nuk është lënë pas dore. Sot, Borina mund të mburret edhe me numrin e të arsimuarve në fshat. Çdo të thotë kjo shi, kur është rregull? Kjo stop ose ndalë, ashtu, vetura që kalojnë. Quhem Emini pi fshatit Borin, normalisht. Selman Sinani, nga fshati Borin. Ju jeni me profesion? Bujqine, kom... Fakultetin e bujqisë? Bujqisë, po. E ju? Inxhinieri metalurgjisë. Po, sa kohë ka që keni mbaruar fakultetin dhe nuk keni gjetë punë, edhe pse këtu është pellagonia, është starti pellagonisë, dhe me thënë se ka nevojë për inxhinier agronom, por ju sa kohë pritni punë dhe pse deri tash nuk keni arrit hinin punë? Fakultetin të bujqisë kam të marruar që isha në 87 sene. Ala presi punë, ju si që thatë, kjo është pellagonia, bujqësia duhet tjetë e zhvilluar me shumë, mirë po s'ka punësimi është sa si ma e rëndë, ma shumë për ne shqiptarët, musliman, konkretisht. A jeni drejtu dërim tash për shembull institucioneve, organizatave dhe ju kanë refuzuar? Si gjithë njëra jo së shkërgjua, ma shumë e rrimi drejtu, nëse sërën mujë që shkujmë, ne kërkujmë për punësim, po ato shka ku është, s'ka punësim, si thajnë kjo teknoloshki vishak vjenën, edhe... Te pritës teknologjike? Pa. Ju? Unë jam inxhinieri metalurgjisë, që 7 vjetë ku presim punë, edhe i vetëmi në komunë Krushevës, inxhinieri metalurgjisë, po që 7 vjetë s'ka pas mirë kuptim për punë, edhe s'ka perspektiv tash për tash si shkojnë punët. A ndikon kjo keq ose negativisht te ata që dëshirojnë të arsimohen edhe më tutje? Për shembull, mos punësimi juaj ndikon me siguri? Mos punësimi jon ndikon ke fëmija shumë. Se për të fëmija, ja tash për shembull neve dive qimi, ka edhe pi bashkënjohjeve një 3-4 vetë, ato janë ishin në punësim në Bosnë, ka Bosna, ka Sanxhaku aqe, ato nëse se e gjithën një vend. Neve se gjithën vendin. Me njerë fëmija, se vetë si fëmij, ja këtë fëmij që shë inqizut, thot, këshire Emini për shembulla Selmoni e marrun fakultetin, presin ka 8 vjetë kanon punë s'ka edhe thonë s'ka përse të mësojmë. Ajo ndikon edhe ke prindit të fëmijës. Me njerë edhe prindit të fëmijës e thonë e njëjtën fjalë si e fëmijës. Ju pajtoheni me këte? Po, pajtohem plotësisht me atë. Edhe tash për tash problemo dhe ke fëmijët, interesi ka ronë shumë, edhe njerëzit tash nuk shohin në farë perspektive për shkollim, për punësim, se shkollimin varet prej punësimit. Pa punësim s'ka shkollim. Nuk është perspektiva. Nuk ka perspektiv, nuk mundet ta gjejë vendin vetë dhe s'ka nevojë për qish. Borinësit gjatë 2 viteve të fundit mburren edhe me atë se arritën që të kenë mirëkuptim që fëmijët e borinësve sërish të mësojnë në gjuhën anëtare. Deri më ta zhvilloheshte mësimi në gjuhën maqedone, prej vitit të kaluar, për herë të parë, u hap paralela në gjuhën shqipe edhe atë në klasën e parë dhe në klasën e dytë. Ky problem u zgjodh me pajtueshmëri të ministrisë dhe të organeve kompetente të shkollës. Po sa nxënës keni gjithsej? Tash gjithsej momentalisht kemi 14 nxënës dhe punojmë me paralele të kombinuara. Në klasën e parë kemi 4 nxënës, të dytën 6 dhe në tretën 4.
A keni kështu vështirësi rreth zhvillimit të mësimit? Po normalisht, duke pas parasysh faktin se kemi paralele të kombinuara, kemi edhe vështirësi, por disi ato i te kalojmë pak me mundim më tepër dhe me punë më tepër, më të tepërt. Po fshati është i madh me sa duket, ka më se 100 shtëpi apo. Si ndodh kjo që fëmijët ketë kaq pak? Kjo ndodh, fenomeni i gurbetit ka ndikuar që numri i nxënësve të jetë më i vogël, ka raste që familje komplete të janë që kanë shkuar në gurbet. Edhe ky është me siguri edhe shkaktari më i madh që është numri i vogël i nxënësve në këtë fshat.